Atëherë kam sot të ftuar në platformat online në Merita Isaki, një autore të re, cila është po ashtu dhe fituesja edicionit të fundit të Festivalit Poetik Krijuesit të Rinj. Përshëndetje Merita, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje Artemisa, faleminderit kënaqësia është edhe ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Atëherë flasim pak e dashur mbi edhe edicionin e fundit të Festivalit Poetik Krijuesit të Rinj dhe po ashtu fitoren tënde atje, çmimin që u shpërbleve dhe poezinë që dërgove. Atëherë ishte edicioni i Sat me radhë që shoqata e shkrimtarëve Vojnum në Tetov kishte organizuar dhe fitua çmimin parë për poezinë Çandever. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm, meqense konkurenca ishte e madhe dhe po ashtu ishte befasi edhe për mua, sepse nuk e prisja që ta merrja atë çmim. Poezia shend e verë na trego pak se për çfarë bëhet fjalë, na shpjego pak më në detaje poezinë dhe ishte, le themi, e krijove e shkrove enkas për festivalin apo ishte poezi ndoshta që e ke përgatitur që më herët? Po, patjetër. Kjo poezi ka qenë e përzgjedhur enkas për festivalin. Kam pasur edhe disa opsione të tjera, po kjo ishte ajo që më pëlqeu më së shumti. Është një poezi dashurie, e cila flet për dashurinë dhe po ashtu pëlqej shumë edhe nga konkurruesit tjerë, të cilët e vlerësuan po ashtu shumë. Frymëzimin ku e gjetëm? Thua një poezi kushtuar dashurisë, ku e gjetëm frymëzimin? Po, zakonisht frymëzimet janë të ndryshme, më së shumti motivohem edhe po ashtu nga këngët, edhe nga librat të cilat i lexoj. Çfarë karakteri kishte si poezi? Kuptojmë që i kushtoi dashurisë, po na e shpjego pak më në detaje si poezi, si e krijove le të themi, dhe çfarë karakteri kishte apo cili zhanër i përket pak më tepër? Poezia e Seka ishte domethënë një poezi që u krijua enkas për këtë festival. U pëlqej shumë dhe po ashtu ka pasur edhe disa elemente të cilat e përzgjodhen si fituese të çmimit të parë dhe mund të themi që mbasi i përmbante të gjitha elementet e bukura për të fituar edhe këtë çmim. Cilat ishin, le të themi, këto elemente ose të paktën karakteristikat apo kriteret që duhej përmbushur për të qenë së pari pjesë e Festivalit Krijuesit të Rinj? Po, juria e vlerësoi si poezi e cila përmbante të gjitha kriteret, po ashtu kishte disa mesazhe të bukura që kjo poezi i përçonte, dashuria, mirësia dhe të gjitha këto të tjerat të cilat ishin goxha të bukura dhe juria patjetër që i vlerësoi si mesazhe. Ishte hera jote e parë pjesëmarrëse tek Festivali Krijuesit të Rinj apo kishe edhe përvoja të tjera me? Kam pasur edhe përvoja të tjera, nga po ashtu edhe nga, domethënë, në vende të ndryshme të cilat kam konkurruar, kam fituar edhe çmime të tjera, nuk është ky çmimi i vetëm. E kam fituar. Cilat janë këto çmime që ke fituar vetë tashmë? Po ashtu kam fituar edhe çmimin e parë me një poezi tjetër, e cila titullohet Ndërimtare, dhe çmimin e tretë në një edicion tjetër që është mbajtur nga shoqata e shkrimtarëve Vojnum, poezia është titulluar Madam, e cila po ashtu domethënë ka marrë çmimin e tretë në atë manifestim. Po këto poezi që po na përmend, çfarë karakteri kishin? Ishin pak a shumë të përafërta me poezinë Çandever apo ishin karakter tjetër? Mund të themi që kanë qenë pak të përafërta, ndërsa sa i përket poezisë Madam ka qenë një karakter tjetër, ka folur për femrën, për fuqinë e femrës, më pëlqen të shkruaj edhe për fuqinë e femrës, edhe tematika të tjera, të cilat po ashtu për mesazhet tek ata të cilat i lexojnë dhe i vlerësojnë. Si ndihesh, si pret lajm atë në momentin që je shpallur vetë siç duket jo çmimi i parë apo diçka e re për ty, po si pret këto momente kur thirret emri si fituese e Festivalit të Krijuesve të Rinj? Them të drejtën, në këtë manifestim të fundit i cili çmimin e parë, meqense konkurrenca e madhe kishte edhe konkurrues nga vende të ndryshme si Velesi, jo vetëm nga Tetova, dhe po ashtu ishte një emocion i jashtëzakonshëm për mua, dhe sigurisht që ndihem mirë dhe mjaft krenare për të gjitha këto çmime të cilat sot i kam fituar dhe e plotësojnë karrierën time të Sa vite të janë bërë gjithsej me shkrimin? Me shkrimin kam filluar të merrem në një moshë shumë të vogël, mund të them nga mosha 10-11 vjeçe,
Dhe prej atëherë kam qenë e pasionuar pas shkrimit, gati ka domethënë 7-8 vite që merrem me krimtari. Nuk janë, besoj, këto poezi që po përmendim, drejtuar Festivalit Poetik Krijuesi të Ri, nuk janë, besoj, të vetmet poezi ose shkrime që tashmë ke në karrierën tënde, besoj kemi edhe të tjerë. Po, patjetër, unë jam edhe autore e 3 veprave të cilat tashmë i kam të botuara. Mund na tregosh pak mbi këto 3 vepra, besoj që ndëgjuesit dhe shikuesit do donin shumë që të dinin më tepër mbi krijimtarinë tënde si një krijuese e ri. Vepra ime po është botuar në vitin 2019, titullohet Ndjenja e realitet. Atje motivet ka qenë më të ndryshme për shkak kam qenë më e vogël, temat kanë qenë më sociale, më të përditshme. Më pas vijon edhe vepra Jeta një dramë e vërtet, e cila është botuar online për shkak se në ato kohë ishte koha e pandemisë dhe nuk isha mundësi të botoja. Ato dhe përmban Çfarë i motivoi, edhe një herë të lutem, këto të 3 veprat? E kuptoj që ishin në etapa të ndryshme të jetës tënde, secila me atë arsyeën e vet, po na i shpjego pak më në detaj. Ishin së pari libra me poezi, ishin libra të shkruar në prozë, na shpjego pak më në detaje se nga erdhën faktikisht këto libra, çfarë i frymëzoi dhe pse zgjodhen ndoshta edhe ti botoja. Të them të drejtën, në fillim kam qenë mjaft skeptike sepse nuk e dija a janë të përshtatshme apo të për të votuar. Kam qenë edhe shumë e vogël, mosha 10-11 vjeçe, dhe poezitë të cilat i shkruaja i mbaja në fletore, nuk është që i promovoja apo i bëja diku. Ishte arsimtari Muharxher e pa talentin tek unë dhe më nxiti që të vazhdoja. Më pas arriti deri tek botimi i librit të parë Ndjenja e realitet. Më pas vijoj me veprën tjetër, Jeta një dramë e vërtet, e cila në të prozës, dhe më pas vepra e tretë është Apasionata, që është vepër me mbledhje poetike. Këto janë, kanë qenë, le të themi, flasim për këto për mbledhje poetike, apo këto më thonë poezit. U shkruan enkas për libra që dëshirove t'i botoje, apo erdhen si një rrjedhshmëri e punës tënde krijuese? Në të them të drejtën kanë ardhur si rrjedhshmëri, kërkuar vazhdimisht të vazhdoj të shkruaj, pastaj kur bëhet një numër i madh, i vendos që ti bëj vetëm tek poezi. Tek ty cila flen më shumë, poezia apo proza? Më shumë më pëlqen poezia. Ka ndonjë arsye specifike për këtë, apo thjesht e gjen veten më tepër aty? Motivi është më i lehtë për të shkruar poezi, mendoj. Dhe edhe janë më të thella poezit, edhe pse janë më të shkurtra dhe më të lehta se sa proza, është ka e cila më pëlqen. Për momentin po punojmë ndoshta, apo kemi ide, kemi plane për një botim të 4? Po, së shpejt do të ketë edhe një botim të 4, do të jetë pak më ndryshe, do të jetë një roman, për të cilat e lë domethënë surprizë edhe për lexuesit. E kemi ndonjë datë të paktën ose para shumë e dim se kur do na dalë, kur do botohet apo mbetet të shihet? Që këtë vit do të botohet, një datë e caktuar akoma nuk është vendosur. Do jetë romani yt i parë apo jo? Po, do të jetë romani im i parë. Sa sfidues apo sa interesante e kemi gjetur veten dhe punën mbi romanin, këtë roman të parë deri tash? Romani sigurisht kërkon më shumë përkushtim, po ashtu edhe më shumë kohë. Ky roman më ka marrë gati se 3 vite për të realizuar dhe ka qenë goxha sfidues. Mirë po më pëlqen që ta sfidoj vetë edhe në zhanre të ndryshme, jo vetëm në poezi apo prozë, këtë herë edhe me roman, pse jo. Çfarë dallon të paktën tek ti, qoftë nga frymëzimi apo edhe tek puna, tek lloji i shkrimit dhe çdo gjë tjetër romani nga këto të tjera që vetë se ke botuar tashmë? Puna ka qenë goxha sfiduese, romani ndryshe nga botimet e tjera përmban një temë tjetër dhe besoj që do të ketë mesazhe mjaft frymëzuese edhe për ata të cilët do ta lexojnë. Mund ta zbulojmë pak tematikën apo na ngelet ta lexojmë? Mendoj që të ngelet surprizë për lexues, por besoj që të gjithë grup mosha të vetë, mendoj, nuk i përket vetëm një grup moshe të saktuar. Domethënë të gjithë që e lexojnë, të gjithë lexuesit do mund ta gjejnë veten në atë roman. Po. Deri më tani si roman, deri më tani sa ke punuar, mendon që do punosh edhe romane të tjera, do e punosh si zhanër edhe në të ardhmen?
Po, pse jo, mirë po, si që thash edhe më herët, romani ka më shumë nevojë për përkushtim, po ashtu edhe për kohë. Pse jo, në të ardhmen edhe po. Kurse sa i përket festivalit poetik Krijuesit të rinj, po dua të di pak edhe ndoshta mbi festivalet të tjera. Do vazhdosh të jesh aktive akoma, do i dërgosh krijimet tua në për festivale dhe si e ndihmojnë këto një shkrimtar, themi që besoj edhe të zhvillohet dhe të krijojë lidhje me shkrimtarë të tjerë? Po, patjetër, unë gjithmonë më pëlqen të eksploroj dhe të marr pjesë në tetes dhe po ashtu konkurse të ndryshme, më pëlqen që ta sfidoj veten dhe po ashtu mendoj që të gjithë krijuesit e tjerë duhet ta bëjnë të njëjtën gjë sepse nuk humbasin asgjë, përpos se sfidojnë veten, po ashtu edhe përfitojnë përvoja të ndryshme nga pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme. Ti e fitove edicionin e fundit, kur themi edicionin e fundit, më thonë edicionin e vitit 2025. Kemi planes për të marrë pjesë tek edicioni që do na mbahet si vjet tek Krijuesi të rinj? Po, patjetër. E dim para shumë ndoshta do dërgojmë një prozë, një poezi apo në ngelet të shifet, sipas edhe kritereve të festivalit? Po, ngelet të jetë sipas kritereve të festivalit, mirë po më të shumë ti më pëlqen që të konkuroj me poezi. E po unë falenderoj shumë e dashur dhe të uroj suksese tutje në gjithë krijimtarinë tënde dhe uroj të ritakohemi sërish për diskutuar mbi pse jo dhe romanin që do na e prezantosh. Besoj gjithë secili prej nesh do ta lexoj me shumë mendje. Falenderoj shumë dhe një herë dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, shihemi sërish në pasdite në të njëjtën kohë të premten. Deri atëherë, mirëmbëjtje.